Në Kosovë parashikohet moti kthjellët në pjesën më të madhe të territorit gjatë paradites, ndërsa pasditja mund të sjellë vranësira kalimtare dhe rreshje të izoluara në zonat jugore dhe lindore. Temperatura minimale do të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verior me shpejtësi 4 deri në 10 metër për sekond dhe në lugina parashikohet shtimi i intensitetit deri në 12 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 13 deri në 28 gradë Celsius. Podujev 13 deri në 27 gradë. Skënderaj 13 deri në 26 gradë Celsius. Pej 14 deri në 28 gradë. Prishtinë 13 deri në 29 gradë Celsius. Gjakov 14 deri në 28 gradë. Malishev 14 deri në 27 gradë. Gjilan 13 deri në 28 gradë. Ferizaj 13 deri në 28 gradë Celsius. Kaçanik 14 deri në 27 gradë Celsius. Suharek 15 deri në 27 gradë. Prizren 14 deri në 28 gradë Celsius.